Kiara Tito, moderatorja jone e dashur me datët 18 janar me 1996, ajo lindi dhe duke u rritur bëri buje për një karakter të fortë që ka dhe ne moshe fare të re, ajo filloi moderimin e shumë emisioneve dhe, me suksesin e saj, ajo arriti të kishte një numër të madh fansash. Gjithashtu Kiara nuk është e përfolur në showbiz për skandale apo figure të njollosur, por përkundrazi, ajo ka qenë një moderatore simpatike dhe e dashur për publikun e gjerë. Me pas ajo hyri në Big, ku aty ajo u bë akoma më e dashur për publikun, duke njohur karakterin dhe qëndrimin e saj aty u njojt dhe me luanin e Bigut i madhi Luiz Djalë Shkodre dhe një talent i padiskutuar i cili ja mori zemrën avash moderatores me origjinën nga Lushnjë dhe banusën e Tirane. Kjo histori ndodhi si në një perallë, dashuria e vërtet fitoi dhe triumfoi duke sjellë në jetën e tyre një engjëll të vogël që quhej Luna. Dashuria për të nuk ka të sosur si nga ana e publikut dhe nga ana jone, prandaj ne i drejtoheni me këtë letër e dashur Kiara Tipër. Ne je një gocë simpatike e dashur e bukur me një zemër të butë e të bardhë, si bora qofsh gjithmonë e lumtur e të kesh shëndet pranë njerëzve të zemrës e familjes tënde të vogël me shumë dashuri nga ne. Stafi jone ka shumë për të thënë, por me kaq fjalë e shprehem të gjithë urimin, edhe pse janë të pamjaftueshme. Ditën e sotme Kiara mbushi plot 30 vjeç, është një përvjetor i cili do të jetë i paharrueshëm për të. Ajo u surprizua dhe nga stafi i emisionit, produksioni i televizionit dhe nga disa ish banore të këtij Big Brotheri. Ajo u shpreh se ndihej shumë e lumtur mes lotësh gëzimi dhe tha që ma keni bërë të veçantë këtë 30 vjetor, ndërsa Luizi i ka dedikuar një këngë, jo këngë filmi, por sipas ti është kënga e filmit, ndërkohë kjo këngë është për Kiarën. Ajo ka bërë dhe një ask që ka pyetur publikun a ju pëlqeu kënga. Ky është një mesazh i qartë i cili tregon që ky dedikim ishte para surpriza e radhës, por kjo nuk është surpriza e fundit. Urimi e kalofshi një ditë të bukur, ne ju urojmë shikim të këndshëm në vijim. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.